Tentoi të djegë burrin e pastre në një akt të tmerrshëm. 50 vjeçari polak arrestohet nga policia. Një ngjarje e rëndë tronditi lagjen San Lorenzo në Rom mbrëmjen e së shtunës 24 janarit, kur një burr 44 vjeçar rumun u sulmua dhe u përpoq të vritej me flak nga një tjetër person. Incidenti ka shkaktuar panik tek banorët e zonës, ndërsa policia lokale ndërhyri menjëherë për të parandaluar agresorin dhe për të siguruar vendngjarjen. Karabinierët e Romës shpëtuan viktimën, e cila kishte pësuar djegje të rënda në pjesën më të madhe të trupit dhe është shtruar në spital në gjendje kritike në qendrën e djegjeve të spitalit San Eugenio. Ngjarja ndodhi në Via del Marsi në cepin e Via del Sardi, ku viktima ishte shtrirë në një shtrat të improvizuar. Pas një grindje mes të dyve, sulmuesi, një 50 vjeçar polak, shkoi në një supermarket afër dhe bleu një shishe alkool etilik, duke u parë qartë nga kamerat e sigurisë. Ai u kthye për të kryer sulmin dhe i derdhi lëng ndezës mbi viktimën duke i vënë flakën. Pas krimit ai iku dhe u largua nga vendi i ngjarjes. Pas disa ditësh hetimesh intensive, karabinierët e kompanisë Piazza Dante të Romës së bashku me oficerët nga stacioni San Lorenzo kanë arrestuar 50 vjeçarin, i cili ka precedent penal dhe dyshohet për tentativë vrasje. Hetimet çuan deri tek stacioni i trenit, ku ai u gjet dhe u arrestua duke mbajtur të njëjtat rroba që kishte veshur gjatë sulmit. Viktima, i cili ka pësuar djegje të shumta, ndodhet ende në gjendje kritike dhe është nën kujdesin e mjekëve. Hetimet vazhdojnë, ndërkohë që autoritetet po shqyrtojnë çdo detaj të mundshëm që mund të çojë në zbardhjen e plotë të ngjarjes.